Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama në GKK në kuadër të hetimeve për dosjen Partizani, duke e cilësuar këtë hap si të vonuar, por të domosdoshëm. Është kërkuar me kohë thirrja e Edi Ramës, mbasi në atë dosje Edi Rama ka mbi 12 firma, o 10 firma, se tash do të gjajti numroj, prokuroria mercenar të Ramës nuk e thirrë njëherë kur ne kërkuam. Përkundrazi, akuzuan Sali Berishën për gjëra që s'kishte asnjë lidhje me to. Gjykata zbatoi ligjin në kuptimin që firmat aty janë të Edi Ramës. Unë kam një firmë pas firmes Edi Ramës, ex officio firma ime, që absolutisht të gjitha aktivitetin tim, kur nuk kam firmosur njerë cili do që ka qenë kryetar bashkie kundër projekteve që ata kanë pru, sepse me kushtetut territori është i bashkive. Berisha u shpreh roli i tij në këtë proces ka qenë formal, duke shtuar se nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në kundërshtim me ligjin apo projektet e paraqitura. Në deklaratën e tij, lideri i opozitës kërkoi që çështja të shkojë më tej dhe që kryeministri të përballet me ndjekje penale. Ai bëri thirrje për një përballje të drejtpërdrejtë në sallën e gjyqit, në prani të mediave vendase dhe ndërkombëtare. Berisha theksoi se një proces i tillë duhet të jetë transparent dhe i hapur për publikun, duke shtuar se qytetarët meritojnë të shohin të vërtetën mbi këtë çështje.